Volodymyr Zelensky ka bërë një lëvizje të papritur diplomatike. Presidenti i Ukrainës ka pranuar që vendi i tij të heqë dorë nga aspiratat për të bashkuar me aleancën ushtarake të NATO-s. Këtë ai ka pranuar ta bëjë për siç është thënë në këmbim të garancive perëndimore të sigurisë. Dhe ky veprim shënon një ndryshim të madh për Ukrainën, e cila ka luftuar për të bashkuar me NATO-n si një mbrojtje kundër sulmeve ruse dhe ka një aspirat të tillë të përfshirë edhe në kushtetutën e saj. Kujtojmë se presidenti rus Vladimir Putin ka kërkuar vazhdimisht që Ukraina të heqë dorë zyrtarisht nga ambicjet e saj për në NATO. Moska ka thënë gjithashtu se Ukraina duhet të jetë një vend neutral dhe asnjë trup e NATO-s nuk mund të stacionohet në këtë vend. Kujtojmë gjithashtu se Britania, Franca dhe Gjermania kanë punuar për të rafinuar propozimet e SBA-s, të cilat në një draft të publikuar muajin e kaluar i bënin thirrje Kievit të lëshonte territor, të braktiste ambicjet e tij për në NATO dhe të pranonte kufizimet në forcat e tij të armatosura. Aleatët evropianë kanë përshkruar këtë si një moment kritik që mund të frymësojë të ardhmen e Ukrainës. Për të mësuar më shumë rreth zhvillimeve të fundit në Ukrainë dhe në botë, lexojeni telegrafi.com.